Mbi Ibër në urën e Mitrovicës janë rikthyer barikadat që ndajnë jugun me veriun, shqiptarët nga serbët, duke shtuar zërat për një ndarje të mundshme të Kosovës. A do t'jetë pikërisht mbi lumin Ibër kufiri midis Serbisë dhe Kosovës? Kësaj pyetje shqiptarët i përgjigjen me indinjat, kurse si. Ndërsa serbët që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, kujtojnë rastin e Qipros dhe të Palestinës si teritorit kundërshtuara për cilat ende nuk ka marrëveshje me Spanjve. Hijet për ndarjen territoriale janë shtuar, ndërsa shqiptarët në veri të Mitrovicës jetojnë në terrorin e frikës dhe pamundësisë për të ndjerë të mbrojtur nga shteti i tyre. Inexistent në 56 kilometrat që ndajnë urën e Mitrovicës me kufirin e njohur të Kosovës që nga Pakoja Ahtisari. Pikat kufitare 1 në Jarim dhe 31 në Bërnjak janë të paarritshme në vit toksore për shkak të barikadave serbe, si për KFOR-in e Uleksin ashtu edhe për policinë e Kosovës. Autoriteti i Prishtinës nuk e kalon këtë urë të vogël këmbësorësh ku pako më parë është qelluar një shqiptar. Ky autobus ngjyrë pink, vetëm ngjyrën ka të gëzueshme. Ajo që ka konsumohet 4 herë në ditë brenda tij është një dram shqiptarësh që jetojnë në veri të Mitrovicës e që ndjehen të burgosur, të marrpeng në shtëpinë e tyre. Në orën 15 shqiptarët kthehen nga jugu i Mitrovicës ku punojnë drejt veriut ku jetojnë. Ata kanë frikë të flasin. Na diktojnë serbët tonë edhe nga ngjyra e bluzës që kemi veshur. Çfarë problemi do kesh? Po të panë që ke fër. Do t'ja çesh shpinë hava. Jam. Po. Na ka rrezizuar. Po me kur rriz nuk ka për të marrë. Nuk ka për të njohur njeriu. O valloj na nxjuni vetë. Po ka rre. Ka ndryshuar situata mbas nisë. Ka rre. Po na gjë që 12 na jena në soj. Ndash kokë, fi ndash kokë. Mos e që ky program më me dali ku më po ata dalin na kollën e. Jo bëjnë edhe një barikadë që tu. No, 50 familja të jesin pa transport. A di çka ka thonë sot Oliveri? Ju i bëni hekni një na i bëjmë 3. Na skemi për këtu është punë për shteti, këtu punë. Ata që mujnë me na ndihmu, ata në të flasin. Ikni jo mas mirë, ikni pasha zë të bëva ki që tash jeni në vazhgim snajperista. A jeni jo të vetë mishë për atë? Jo, mos tregoni se kur. Ha? Që të thomë? Nëse pe këtu se këtu është katastrofë. Vallaj Sudani ju gore të Bilem shefni që tu. Autobusi pink me xhama plastik pas hyrjes së shpesh të xhamave nga gurët e serbëve niset me shqiptarët që ndjehen të burgosur jo vetëm në shtëpitë të tyre, por edhe në zemër. Por autobusi nuk mund të vazhdojë udhëtimin pa pritur më parë makinën e policisë, e cila e shoqëron drejt shtëpive në veri të Mitrovicës. Ju se na ruajnë vërtet tonë shqiptarët, se ne prap rrezikojmë. Por të paktën rregullisht që ata t'jenë aty. Zoti na ruajt. Zoti kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, mirë se u gjejmë në Prishtinë. Mirë se keni ardhur, mirë mbrëma. Faleminderit që pranuat të ishit sonte në Tonight. Siç e pam edhe në këtë material, dua të bënis me një pyetje të drejtë për drejtë. Kur është hera e fundit që keni qenë në veriun e Mitrovicës? Para 2 javësh. Edhe në veri, por edhe në gjitha hapësirat e teritorit Republikës së Kosovës, unë lëviz rregullisht, jam në kontakt me gjithë qytetarët e vendit, e çdo qoshet e Republikës së Kosovës, në kontakt për të informuar dhe dëgjuar hallet, problemet dhe shqetësimet e tyre, dhe në kuadër kësaj do të thotë ishte edhe prezenca ime në dhe nuk është ndonjë datë apo ndonjë vizitë e veçantë për arsye se janë vizitat e shpeshta. Megjithatë, me shqiptarët që unë bisedova në verit Mitrovicës, ata ndjeshin të pambrojtur nga shteti, nga policia, të friksuar për jetën e tyre. A ndjeheni përgjegjës për sigurinë e jetës së shqiptarëve në verit Mitrovicës? Autorisoni shërbej gjithë qytetarëve të vendit, edhe shqiptarëve, edhe serbëve dhe të gjithëve, dhe situata e re e krijuar në Mitrovicë pas 25 korrikut është një rrethonë e re, një realitet i ri, një përgjegjësi e re kushtetuese dhe ligjore,
qeveria e Kosovës nuk është në konflikt me qytetarin e veri, atje është në konflikt ligji me jo ligjin, e keqja me thjesht e mira me të keqen, do të fitojë e mira dhe ligji, do të fitojë rendi kushtetues dhe ligjor. Gjithë përkushtimi ynë është që të krijohet një atmosferë e sigurt dhe mund të them lirisht se gjithë qytetarët janë të sigurt, gjithë janë institucionet e vendit janë prezente edhe në veri dhe pikat kufitare 1 dhe 31, por është prezente edhe autoriteti e EULEX-it dhe NATO. Kush e kontrollon veriun? KFOR-i, EULEX-i, Policia e Kosovës? Policia e Kosovës është edhe në pikën Policia e Kosovës është edhe në pikën kufitare 1 dhe 31. Në fakt, për 12 vitet e tëra ka qenë një situatë e qarragut, ka pasur një kontrabandë të pandërprerë, të papenguar nga askush. Tani doganierët e Kosovës dhe Policia e Kosovës janë në pikën 1 dhe 31, e në të njëjtën kohë është prezente edhe EULEX-i, por edhe NATO. Kontrabanda që hynte meqense e përmendet në Kosovë nga veriu shkonte jo vetëm për konsumin e rreth 40.000 banorëve në veri të vendit, po hynte edhe në pjesën tjetër të Kosovës. Ishte domosdoshme të shkojë me forca speciale për të përgjigjur këtyre kontrabandistëve, më lini ta mbaroj, kur fare mirë mund të luftojë kontrabanda brenda kufirit që është më në kontroll të Kosovës. Dhe doa t'ju pyes, meqense jemi te kjo pyetje, kush janë partnerët shqiptar të kontrabandistëve që kalonin, që mundsonin futjen dhe shpërndarjen e këtyre mallrave të tregut kosovar? A kanë ndonjë prapaviruse për krahje politike? Në fakt, kontrabanda ka qenë multietnike, organizuar prej strukturave ilegale dhe kriminale në veri, të lidhur edhe me njerëz në jug, kanë qenë mirë të organizuar, dhe ka qenë domosdoshme marrja vendimit me 25 korrik, për dërgimin njësive speciale në pikat kufitare 1 dhe 31, ka qenë vendimi drejt, i pashmangshëm, do shta i vonuar për 12 vite që nuk është marrë, ka qenë vendim kushtetues dhe ligjor, edhe më përpushmërimin e dokumentin e presidentit Ahtisaari, edhe më rezolutën 1244, njësia speciale atje nuk kanë shkuar vetëm me kuptimin e ndaljes e kontrabandës, por për ta marrë definitivisht në kontroll pikat kufitare të Republikës e Kosovës që kufizohen me Serbinë, për të kontrolluar të 80 kilometra të hapësirës që nuk kontrollohen nga askush, dhe mund të them se tani gradualisht ajo pjesë e territorit të Republikës e Kosovës dhe ajo vijë kufitare kontrollohet për autoritetet vendore, atyre ndërkombëtare të EULEX-it dhe NATO-s. Natyrisht se nuk është bërë punë për kryer ende, por jemi duke munduar se të bëjmë punën më të mirë të mundshme. Kjo rrethanë e re ka pengesa, ka vështirësi, ka kundërshtar, por që në asnjë rrethanë nuk do të mund të sfidojnë rendin dhe ligjin dhe qëllimin ton të mirë dhe përgjegjësinë tonë kushtetuese edhe ligjore. Pra jeni të kënaqur me planin tuaj për veriun? Kur do të fillojë të japi rezultate e para pozitive? Rezultatet e para kanë qenë në datën 25 korrik, kur është marrë kontroll pika kufitare 1 dhe 31, kur është thjesht është vija e territorit të Republikës e Kosovës në kontroll prej autoritetet vendore dhe atyre ndërkombëtare, sepse ka ndodhur paradoksi para 12 vitesh, në vend që autoritetet e NATO-s të shkonin në pikën kufitare me Serbinë, pra në pikën 1 dhe 31, ato ndalen tek ura e Ibrit dhe është dashur që të pritet marrja vendimit me 25 korrik, dërgohet njësia speciale e Republikës e Kosovës, e pastaj NATO të merr në kontroll pikat kufitare 1 dhe 31, pra të vizë nga ura në kufi me Serbinë. Për fat keq, në tërë këtë rrethanë 12 vjeçare nuk dihet se ku fillon dhe ku përfundon. Serbia dhe ku fillon dhe përfundon Kosova, tani me gjithë bota e njeh dhe respekton integritetin territorial të Republikës e Kosovës. Në asnjë anën tjetër është varrosur një herë për gjithmonë, mund të them lirisht, edhe ideja e Serbisë për ndarjen territoriale të Republikës e Kosovës. Qytetarët janë shumë të vëmendshëm se ajo ide thjesht e imagjinuar e Beogradit nuk ekziston dhe nuk do të mund të realizohet kurrë në terren, kështu që gjërat kanë filluar të ndryshojnë, por ende ka sfida.
Megjithatë, besoj dhe ju e dini këtë, Oliver Ivanović, sekretari i shtetit pranë Ministrisë për Kosovën të qeverisë së Beogradit, nuk mendon kështu si ju. Ai jo vetëm që nuk njeh pavarësinë e Kosovës, por madje ka quajtur të dhunshme ndërhyrjen e forcave speciale të qeverisë Kosovës në 25 korrik në 2 pikat kufitarët e Jarinjës dhe të Brnjakut. Doja të pyesja, më ka thënë madje gjithashtu se ka përmendur rastin e Kipros dhe të Palestinës si raste kur territoret janë të kundërshtuara nga palët dhe ndoshta në një farë mënyrë mos paralajmëronte atë që do ndodh me veriun e Kosovës? Unë nuk jam këtu për të politizuar me asnjë lider lokal. Ai është një njeri që punon në qeverinë e Serbisë, është qytetar dhe shtetas i Republikës së Kosovës, ka qenë deputet në kuvendin e Kosovës, gjithashtu edhe zyrtar tjerë kanë qenë edhe anëtar të qeverisë së Kosovës me herët, por në asnjë rrethon nuk mund të bëhen paralele të tilla. Vendimet kushtetuese dhe ligjore janë vendime të drejta, janë vendime që burojnë për vullnetin e qytetarëve dhe udhëheqjes legjitime të Republikës së Kosovës dhe janë plotësisht në përputhshmëri me aspektet legale dhe legjitime. Ilegale dhe dhunshme janë ata që kanë ndjekur pikën kufitare në, ata që kanë vrarë policinë e Kosovës dhe ata që ushtrojnë dhunë ndaj trupave të NATO-s. Prandaj edhe opinioni i tij është krejt i parëndësishëm sepse askush nuk e vlerëson dhe askush nuk e respekton. Zoti kryeministër, a rrezikon vërtet që të jetë mbilumin i bër në urën e Mitrovicës kufiri midis Serbisë dhe Kosovës? Në asnjë rrethon, me asnjë çmim. Kosova ka integritetin e vet territorial të respektuar dhe garantuar ndërkombëtarisht, të njohur nga 84 shtete më të fuqishme të botës, pra për Kosovën do të ketë vetëm forcim të sovranitetit, konsolidim dhe forcim të shtetit të ri. Keni thënë ditët e fundit që jeni gati për një marrëveshje historike. Pas deklaratës suaj, për folja midis analistëve, opinionbërësve është se bëhet fjalë për një marrëveshje ndoshta të fshehtë. Serbia të marrë veriun e Kosovës në këmbim të njohjes pavarësisë. Në asnjë rrethon, unë opinionet e analistëve nuk mund të i dëgjoj, por nuk janë kurdo që ka prezantuar diçka të tillë nuk është e vërtet, por unë jam në favor që të përmbyllen konfliktet një shekullore mes shqiptarëve dhe serbëve, përmbyllet edhe konflikti i Kosovës, mes Kosovës dhe Serbisë, dhe kur kanë folur për domosdoshmërinë e mbylljes së kapitullit të errësirës konfliktit armiqësive, luftës dhe problemeve që kemi pasur, kam folur drejt për nevojën e domosdoshme të njohjeve reciproke mes Kosovës dhe Serbisë, që do të ishte natyrisht një vendim historik për të dy vendet, për të ardhmen e fqinjësisë së mirë dy vendeve, por gjithmonë si dy vendet e pavarur dhe sovrane. Do të thotë që çfarë përshtypjesh pa e cënuar në asnjë rrethon sovranitetin e Kosovës, pas së Serbisë. Çfarë përshtypjesh personale ju janë krijuar pasi keni shtrënguar duart me Tadić? Nuk është çështje kjo personale, është as emocionale, kjo është një përgjegjësi kushtetuese dhe ligjore. Prandaj ne jemi liderët më të votuar, unë në Kosovë dhe presidenti Tadić në Serbi. Nuk është diçka jashtëzakonshme dhe e panjohur për opinionin kosovar dhe gjithë ndërkombëtar. Takime që janë zhvilluar në Vjenë, në New York dhe Bruxelles mes delegacionit Kosovës dhe të Serbisë në procesin e negociatave të Vjenës për statusin politik. Ne kemi pasur edhe drekat e përbashkëta dhe darkat e përbashkëta të delegacionit Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin ndërkombëtar, prandaj kemi qenë në një tërezë të përbashkët ku nuk kanë munguar të shtrengimet, por edhe bisedat edhe miqësore, por edhe zyrtare. Pse u nisën negociatat në kushtet kur Serbia nuk njeh asnjë gatishmëri për fqinjësi të mirë me Kosovën? Ku do dilnit me këto bisedime? Ju e dini se Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara vitin e kaluar, kur kemi qenë bashkërisht në koalicion Partia Demokratike e Kosovës dhe Liga Demokratike e Kosovës, kanë nxjerrur një rezolut që rekomandon për një dialog teknik në mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë, dhe natyrisht se këto obligime ndërkombëtare i ka aprovuar Parlamenti i Kosovës dhe qeveria e Kosovës vazhdon të respektojë edhe rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s edhe rezolutën e Kuvendit të Republikës së Kosovës për fillimin e dialogut
teknik. Kemi arritur 3 konkluzionet e përbashkëta dhe natyrisht edhe tjetri i fundit që ka qenë për vullat doganore. Ky dialog teknik udhëhiqet nga Bashkimi Evropian me prezencën dhe mbështetjen e plot të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të ke fundi mbi bazat e dialogut dhe bashkëpunimit të ndërtuar dhe vetë Bashkimi Evropian, ne po flasim me Serbinë ato gjëra që kemi diskutuar dhe me vende tjera të rajonit në procesin e njohjeve reciproke, por edhe të konsolidimit të marrëdhënieve ndërshtetërore. Mund të ndalemi pak tek 25 korriku. Pse pritet 3 vjet për të ndërhyrë në veri të Kosovës? Dhe a ishte një vendim që e koordinuat me partnerët tuaj politik, me opozitën, me partinë tuaj, me qeverinë, me ndërkombëtarët? Cili ishte qëndrimi i KFOR-it? Në fakt është pritur 12 vite, jo 3 vite, por mund të them deri që nga dita e parë që unë udhëhet qeverinë e Republikës së Kosovës pra pas fitores së zgjedhjeve 2007, kam menduar dhe kam studiuar gjitha mundësitë që të angazhohemi drejt për rend dhe ligje dhe në veri. Kemi diskutuar me gjithë faktorët ndërkombëtar, është kërkuar një mirë kuptimin e pritjes së zgjidhjes së problemeve, ndoshta edhe vetvetiu, por diçka e tillë nuk ndodhte. Për këtë arsye pas dështimit, mund të them derisht të procesit të dialogut për çështjen e vuljes së doganave në qershor, atëre veç ka qenë fuqi marrëveshja, veç ka qenë fuqi vendimi i Serbisë për ndalesën e madhe nga Kosova, tëra ne kemi marrë vendim me 20 korrek si qeveria e Republikës së Kosovës për masat e reciprocitetit. Kemi dhënë disa ditë Serbisë afat që të respektoj. Në fakt nuk respektoi, kështu që në gjitha pikat doganore të Kosovës kishim kontroll plot, ndërsa në pikat kufitare 1 dhe 31 mungonte ky kontroll, atëherë ka qenë domosdoshmërisht mund të them e pashmangshëm vendimi për dërgimin e njësive speciale në pikat 1 dhe 31 për të marrë kontroll pikat kufitare 1 dhe 31 dhe gjithë territorin e Republikës së Kosovës apo vijën doganore që kufizohet me Serbinë. Koordinim ka pasur me faktorë të relevant, por dhe informim për NATO. Pasot ndonjë reagim për tyre? Definitivisht gjithë kanë treguar suqelsinë e tyre, kanë përcjellur nga afër gjithë situatën. Vendimi ynë ka qenë edhe për pushmërim rezolutën 1244, kështu që NATO ishte aktive dinamike gjatë gjithë mbrëmjes dhe të nesërme dhe ditëve të ardhshme. Pastaj kemi takuar me gjithë faktorët relevante të Bashkimit Evropian edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vendimi e theksuar njëherë ka qenë kushtetues dhe ligjor, ka qenë vendim sovran i kryeministrit të Republikës së Kosovës, kodër kompetencave të veta. Veriu është territori i Republikës së Kosovës dhe askush nuk mund të ishte kundër. Zoti kryeministër, më bëri përshtypje sot në semaforët e Prishtinës, lexova jo negociata. Besoj ishin të vendosura nga vetvendosja. Dhe ajo që po përflitet më tepër është opsioni një autonomie të zgjeruar Ahtisari Plus për veriun e Kosovës. Por në fakt as shqiptarët e Kosovës nuk janë dakord, madje as vetë serbët për këtë. Cili është komenti juaj? Ka pasur njerëz në Kosovë vazhdimisht në pakic apo individ që kanë qenë gjithmonë kundër negociatave me komunitetin ndërkombëtar, edhe gjatë periudhës së konferencës në Rambuje, edhe gjatë procesit të negociatave për statusin e politikë të Kosovës. Ju e dini, në Rambuje ne arritëm të kemi marrëveshje si Kosovë me komunitetin ndërkombëtar dhe pastaj ndodhen bombardimet, Kosova fitoi lirin, do të thotë nga i dialog ne fituam. Pastaj në procesin e negociatave të Vienës gjithashtu po të njëjtit individ kanë qenë kundër këtij procesi, por realiteti i demantoi dhe edhe por gjitha këto zhurma krejtë pa nevojshme dhe jo vizionare, Kosova be vendi pavarur dhe sovran nga negociatat që kishim me komunitetin ndërkombëtar, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Tani Kosova është njohur prej 84 shteteve thash, është edhe në Bankën Botërore, është ndërsuar në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Natyrisht ende ka zëra që duhet të bojkotohet dialogu për çështje teknike me Serbinë. Serbia veç është larguar nga dialogu aktualisht, kishte edhe kërkesë nga Rusia për seancë të jashtëzakonshme
që ndërpritet dialogun e Këshillit të Sigurimit, kështu që nuk mendoj se është qasje e drejtë dhe e mençur këtyre individëve të puqen thjesht agjendat e tyre me interesat thjesht Beogradit dhe të Rusisë. A mendoni se nëse grupi negociator shqiptar do të kishte qenë më i aftë dhe më i mirë organizuar në negociatat për statusin final, Kosova do të kishte dalë më pak e lënduar nga Pakoja Ahtisaari? Pakoja Ahtisaarit është baza për shpalljen e Kosovës, vendi i pavarur sovran, me mbikëqyrje dhe mbështetje plotë ndërkombëtare. Pakoja Ahtisaarit ka krijuar një rrethanë jashtëzakonisht të favorshme për Kosovën. Kemi formuar komunat e reja edhe me shumicën e komunitetit sërqen, edhe në Shtërp, Sreniluk, Kullakot dhe Graçanic. Edhe atje me herët ka pasur struktura paralele ilegale dhe kriminale. Tani ato janë shpërvë dhe kemi organizuar 2 parzgjedhje të lira, njerëzit janë duke votuar, kanë zgjedhur liderët e tyre, janë institucione legjitime, që kontaktojmë dhe bashkëpunojmë drejt për drejt, që investojmë në ndërtimin që shkollave të reja, ambulantave, kanalizime, ujësjeca, kemi ndryshuar jetën e re, kemi ndryshuar jetën për këta qytetarë që me shumicë janë serb, kështu që nuk do të ketë as autonomi speciale në veri, as nuk do të ketë as Ahtisaari plus. Vetëm respektim plot të dokumentit e presidentit Ahtisaari, organizim të zgjedhjeve të lira, rend dhe rregull dhe natyrisht se do të kemi investime socioekonomike. Pra grupi negociator mori maksimumin nga ajo marrëveshje, nga ajo pako. Mendoj definitivisht Kosova vendi i pavarur dhe sovran dhe ky ishte minimumi shqiptarëve të Kosovës, por maksimumi në rrethonat e atëhershme. Ndërkohë, brenda tetorit Serbia pret një përgjigje. Por Kosova është atë dhe shqiptarëve të saj dhe nuk është vetëm me shqiptarëve. Brenda tetorit Serbia pret të marrë një përgjigje nga Brukseli për kandidimin që ka bërë për aplikimin për kandidat vendantar i Bashkimit Evropian, zoti kryeministër. A mendoni se BE-ja do ta kushtozojë antarësimin e Serbisë me statusin e veriut të Kosovës? Mendoj se sa përket perspektivës evropiane, Kosova dhe Serbia nuk duhet të zhvillojnë garë. Është shumë e rëndësishme që të mund të lehtësojmë njëra tjetrës angazhimet tona për perspektivën e sigurt evropiane. E gjithë rajoni duhet të integrohet edhe në NATO dhe Bashkim Evropian. Kosova ka agjendën e vet evropiane, Serbia ka agjendën e vet gjithashtu. Por ajo që duhet të ndryshojë është se Beogradi duhet të sillet në një mënyrë, duhet të sillet në mënyrë evropiane edhe me Kosovën, e që në fakt nuk po sillet. Kam besim të plotë se Brukseli do të reflektojë sjelljen, do të reflektojë e në të njëjtën kohë do të vlerësojë lart sjelljen e Beogradit në raport me Kosovën, kuptimin e vlerësimit të vëmendjes që do të shtrojë angazhimit e Beogradit për çështjen e Kosovës, që është një sjellje shumë jo korrekte, destruktive, anti-evropiane, anti-perëndimore dhe është cenuese për sovranitetin e Republikës së Kosovës. Beogradi nuk mund të ketë perspektivë të sigurt evropiane me sjelljen e vet agresive dhe anti-evropiane dhe që është kundërshtim plot me gjitha kriteret e Kopenhagenit në raport me Kosovën dhe fqinjet. Kështu që por desha të theksoj se Kosova gradualisht po e krijon një standard jashtëzakonisht të rëndësishëm të perspektivës evropiane, një bazë shumë të mirë për procesin e liberalizimit të vizave, të marrëdhënieve kontraktare dhe tregtare me Bashkimin Evropian. Pra, po konsolidohemi si shtet, por paralelisht po ecim edhe në perspektivën evropiane. Zoti kryeministër, ju folët për aksionin në veri në 2 pikat kufitare, 1:31, por me sa arrita të shikoja unë, aty ka bloqe betonin, me makinë nuk shkohet paktën në Jarin që e provova vet. Rrugët e kalimit janë bllokuara nga barikadat e ngritura nga serbët. Ky quhet sukses? Problemet e krijuara 12 vjeçare nuk mund të tejkalohen për 12 orë, as për 12 ditë. Por është shumë e rëndësishme që definitivisht bota ka dërguar mesazhet e qarta se nuk do të tolerohen me tuti strukturat ilegale dhe strukturat paralele që financohen direkt nga Beogradi. Në anën tjetër, qytetarët janë duke kuptuar gjithmonë më tepër se perspektiva nuk i takon vetë izolimit dhe bllokadës. Ato barikada identifikohen me strukturat ilegale, me ata njerëz që janë pasuruar në këto 12 vitet e fundit, ne kurrës të atyre 40.000 njerëzve tjerë, ajo nuk ka kauzë nacionale serbe, thjesht është një kauzë kriminale dhe është janë barikada thjesht
që vlerësohen të jashtëligjshme dhe natyrisht se këta njerëz duhet ballafaqohen me drejtësinë. Çfarë roli ka KFOR-i në këtë kontrabandë, këtë veprim të palishëm dhe çfarë mund të kishte bërë ndryshe? KFOR-i ka mandatin e vetë të plot, ne punojmë si trup koordinues Qeveria e Republikës së Kosovës, autoritetet e EULEX-it, NATO, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por ajo është shumë e rëndësishme se Qeveria e Kosovës është duke punuar maksimalisht që të jetë sa më afër qytetarëve në veri, në mënyrë që të krijohet një rrethon e favorshme demokratike, që ata të integrohen sa më shpejt në institucione në nivel qendror dhe lokal, në mënyrë që të krijohen mundësitë për investime ekonomike, për zhvillim ekonomik, po dhe krijimin e punëve të reja të punës, por edhe rritjen e mirëqenies sociale të tyre. Dhe përpara se ta mbyllim kapitullin e veriut deri diku dhe të hyjmë në çështjet e tjera, zoti kryeministër, kam një pyetje që në fakt besoj se nuk më ka surprizuar vetëm mua, nuk e di ju nëse ne keni dëgjuar deklaratën e ambasadorit rus në NATO se ajo që po ndodh në veriun e Kosovës mund të çojë në shpërtimin e luftës së tretë botërore. E merrni seriozisht si kërcënim këtë? Nga e që kom pa në televizor ka qenë i dehur në atë kohë, por definitivisht diçka e tillë nuk mund të ndodhë, dhe mendoj se është një deklaratë thjesht e pa menduar dhe pa studiuar, është një deklaratë thjesht tepër e egzageruar, kështu që nuk përka fare me realitetin e paqes, stabilitetit në rajon. Do të shkojmë në bllokun e parë publicitar, do të rikthehemi më njëherë më pas, pasi dua t'ju pyes për vitet që keni kaluar në Shqipëri pas pak. Krijuar posaçërisht për Facebook, ekskluzivisht nga Vodafone. Vodafone 555 Blue, Friends, Fun, Facebook. Vetëm 9.000 lekë dhe me paketat e internetit dhurat. Power to you. Vodafone. Universiteti i New Yorkut Tiranë është vendi i duhur për studentët serioz dhe ambicioz. Një universitet me standarde amerikane, por me kosto jo më të lartë se të tjerët. Universiteti i New Yorkut Tiranë. Jemi rikthyer të nderuar teleshikues, zoti kryeministër, unë ju kujtoj në fakt në vitet në 99-ën ju mbaj mend më gjatë kur keni qenë në Shqipëri se dua të flasim për kapitullin tuaj përpara se të vinit kryeministër në kohën e UÇK-s. Por përpara se t'ju pyes për atë eksperiencë, ju jeni një prej atyre shqiptarëve që ka luftuar për bashkimin në Shqipërinë, por sot po luftoni për pavarësinë e Kosovës. Çfarë ka ndryshuar? Ne jemi duke angazhuar në agjendën tonë të rëndësishme të konsolidimit të shtetit të Kosovës. Në anën tjetër, unë kam besim të plot në integrimin edhe të Kosovës edhe të Shqipërisë, natyrisht Shqipëria tash është pjesë e NATO-s, që të jemi bashkërisht pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Unë i besoj plotësisht vizionit për një rajon kur shqiptarët do të jetojnë pa kufi, të një modeli evropian, të një rajonit të plot me popull tjerë, do thotë lëvizjet e lirë dhe pa kufi, kështu që mendojmë në vlerë dhe standardet euroatlantike dhe në asnjë rrethon vetëm kuptimin nacional, pra është një vizion me gjerë, me thellë, me kultivuar dhe me progresiv. Progresuat ju dhe vizionin juaj? Definitivisht rrethonat, realiteti që kemi krijuar, sot kemi Kosovën shtet, Shqipërinë kemi shtet, gjithë shqiptarët po avancohen për institucionet në shtetet që jetojnë, do të ardhmë shumë të afërt, do të kemi një hapësirë pa kufi apo një hapësirë të modelit të Bashkimit Evropian. Zoti Thaçi, çfarë ishte Shqipëria për ju në rinin tuaj? Çfarë mendoni për Enver Hoxhën dhe marrëdhëniet që ai kishte me Kosovën, meqense thuhet se shumica e luftëtarëve të UÇK-s ishin udhëtar të Hoxhës? Ushtarët e ushtrisë lëmtare të Kosovës, populli i Kosovës e kanë dashur Shqipërinë dhe dashurinë për Shqipërinë. Nuk i kanë lidhur kurrë me personalitetet udhëheqëse, as me Enver Hoxhën e as me lider të tjerë, por e kanë dashur Shqipërinë, e kanë respektuar Shqipërinë dhe kanë marrë si burim frymëzimi, prandaj edhe gjithë ushtarët e UÇK-s dhe populli i Kosovës
mbi çdo interes politik, mbi çdo personalitet, e ka dashur dhe ka luftuar e sakrifikuar për lirinë e vet, për shkak sot Kosova është e lirë, e pavarur dhe sovrane. Ju kujtohet kur keni ardhur për herë të parë në Shqipëri? Ka qenë vitin 92. Me mision, me punë, Jo, ka qenë familjarisht? Ka qenë vizita dhe private thjesht Kureshtis. Ka një ngjarje të paseruar në Shqipëri, që nuk është seruar publikisht të paktën. Ju jeni arrestuar në vitin 97 në Shqipëri për një akuzë që në atë kohë quhej armbajtje pa leje. Ju kujtohet si ndodhi ky arrestim dhe si u liruat? Ka qenë një ndalesë, jo vetëm ndaj meje, por ndaj shumë njerëzve të tjerë që keni qenë bashkë me Bashkinë Thaçi. Që në atë kohë lëviznin në Shqipëri. Unë atë periudhë kam qenë edhe në Zvicër si student, kam qenë përkohësisht në Shqipëri. Ju dini zhvillimet që kanë ndodhur atëherë dhe natyrisht gjithë kontributi ynë ka qenë në shërbim të ushtrisë lirimtare të Kosovës, kështu që rrethonat kanë qenë të tilla, ndalesa ka qenë e tillë, ka ndodhur lirimi shpejt dhe gjithçka ka përfunduar ashtu si ka përfunduar. Lirimi si ndodhi? Lirimi ndodhi pas identifikimit se kush jam dhe natyrisht është diçka që duhet respektuar rendi, ligji dhe autoritetet zyrtare. Meqense jemi në ato vite, dy nga ngjarjet më misterioze. Pastaj sa përket lëvizjeve në atë kohë dhe zhvillimeve në atë kohë, ju e dini si ka qenë Shqipëria në periudhën e vitit 97. Për fat keq po, natyrisht na kujtohet edhe neve. Dy nga ngjarjet më misterioze po dhe kriminale që kanë bërë bujë në atë kohë në Shqipëri në fund të viteve 90 ka qenë vrasja e gazetarit Gazetës Shqiptare Ali Ukaj dhe vrasja e ministrit mbrojtjes në atë kohë Ahmet Krasniqi. Çfarë dini ju për këto ngjarje dhe si shpjegohet që të dyja nuk janë zbardhur plotësisht? Mendoj se kjo çështje e autoriteteve përkatëse të shtetit shqiptar dhe natyrisht se atë ku ka ndodhur vrasja e Azem Hajdarit, ka ndodhur incidente të ndryshme, ka pasur armë, njerëz ka pasur me armë jashtë kontrollit. Gjithë përcaktimi ynë ka qenë një përcaktim i respektimit plot të institucioneve të Shqipërisë, një bashkëpunim të ngushtë me institucionet e Shqipërisë. Unë dëshiroj t'i falenderoj gjithë spektrin politik në Shqipëri për mbështetjen që kanë dhënë kauzës për liri, pavarësi, për çlirin të plot me kushte dhe mundësitë që kanë pasur, më së pari me diplomacinë e tyre, pastaj edhe me mbështetjen konkrete, teknike, ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kosova në atë kohë kalonte në një gjenocid të papar, ndjekje të njerëzve, deportim të qytetarëve, por edhe një rezistencë heroike, ndodhi pastaj edhe vrasja e komandantit legjendar Adem Jashari, mobilizimi gjithë popullor në Kosovë, kërkesat e njerëzve ishin të mëdha për armë, mundësitë e Shqipërisë ishin të kufizuara, por Shqipëria ka bërë me të mirën të mundshme dhe përsëri edhe sonte, pasi që më deklaruar shpesh herë, falenderoj gjithë skenën politike shqiptare, falenderoj gjitha institucionet e shtetit shqiptar, falenderoj gjithë qytetarët e Shqipërisë për mbështetjen e tyre vllazërore që kanë bërë për kauzën e Kosovës, për lirinë e Kosovës, por dhe duke i stërhuar gjithë ata qytetarët e Kosovës që dolen dhënshëm edhe në Kokse, Korçë, Sarande, Shkodër, Vlorë, kudo Tiranë, që hapën dyert e tyre, familjet e tyre. Mbetemi pak tek ndërkombëtarizimi i konfliktit, vajtja juaj në Rambuje. Si arritët që nga kostumi i komandantit të UÇK-s të uleshit si politikan në atë tavolinë? Dhe a patët probleme me krahun më tash për leftimit të UÇK-s kur firmosët Rambujen nuk ishin dakord me ju? Në fakt lufta ushtrisë lirimtare e Kosovës e bëri që për të parë komuniteti ndërkombëtar të fillon të dialogoj me shqiptarët e Kosovës. Kuptimi serioz. Për të parë për Kosovën organizoi një konferencë ndërkombëtare në Rambuje. Një konferencë kjo e cila organizoi prej Kuintit apo prej vendet Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës me prezencën edhe të Rusisë. Aty fillimisht u prezantuan draftet e ndryshme për arritjen e armëpushimi apo arritjen e paqes. Qëndrimi edhe im, por dhe gjithë delegacioni i Kosovës ka qenë i qartë. Njerëzit në Kosovë luftonin për liri dhe pavarësi, jo për gjysmë vend të lirë,
jo për reduktimin e ushtrisë dhe policisë serbe, por për largimin e plot të kësaj ushtrie. Unë kisha fatin dhe kënaqësinë që nga delegacioni i Kosovës të zgjedhesha si lideri i delegacionit, pra përgjegjësia ime në njëra anë si udhëhesit e drejtorisë politike të UÇK-s, por edhe tani si udhëhesi i delegacionit të Kosovës ishte shumë e madhe dhe qëndrimi im ka qenë shumë i qartë, do të ketë në nënshkrim vetëm me garancit plot të fillimit të bombardimeve dhe me zotimin e plot për largimin e gjithë ushtarëve dhe policëve serbë nga Kosova. Si e kujtoni hyrjen në Kosovë si çlirimtar dhe cilat janë marrëdhëniet tuaja me bashkëluftëtarët asaj kohe? Fatmir Limaj, Ramush Haradinaj, duket se ju lidhi lufta, por ju ndau politika. Që ta mbaroj, a mendon se mund të ndreqet marrëdhënia juaj personale me këto dy personalitete? Ajo që ka shumë rëndësi është se edhe skeptikët më të mëdhej janë befasuar me ardhjen masive të njerëzve, do thotë pas luftës. Në anën tjetër dua të them se rrethonat e krijuara mas lufte kanë qenë jo të lehta për kthimin e njerëzve. Unë kam ardhur më një herë, do thotë kam qenë në vizitë zyrtare jashtë Kosovës, si kryeministri i qeverisë së përkohshme në atë kohë, por ardhja e njerëzve ende pa krijuar dhe mundësitë elementare për ekzistencë në trojet e veta, me gjithë ato shtëpitë e djegura, ka qenë mahnitse për të gjithë. Kështu që ne kemi filluar me njerë nga zeroja, me gjithë autoritetet ndërkombëtare, që në të ku ishin UNMIK-u, gjithashtu edhe NATO, dhe se cili ka dhënë kontributin e vetë brenda mundësive. Ideali i lirisë dhe çlirimit në ka lidhur me shumë njerëz, ka bashkuar si kur ndonjëherë popullin e Kosovës dhe gjithë njerëzit më të mirë të Kosovës. Unë as në luftë as në paqe nuk kam pasur çështje personale me askë, kuptimin e betejës politike apo diçka. Aspektet konceptuale janë diçka tjetër, jetojmë në demokraci. Partia Demokratike e Kosovës është partia më e suksesshme e pas luftës në Kosovë, sepse në Kosovë demokracia filloi veç në qershor të vitit 1999 me formimin e partive të reja politike, sepse nuk ka pasur hapësirë, mundësi dhe nuk ka pasur as një rrethon më të vogël demokratike që të kemi demokraci në ushtrimin e dhunës dhe gjenocidit serb në periudhën e vitit para 99-s. Kështu që PD-k në vitin e parë të pas luftës kemi pasur një bashkëqeverisje me spektrin politik, që spektrin politik kosovar, pastaj nga viti 2001 pas zgjedhjeve të parë të përgjithshme deri në vitin 2004 ka udhëhequr qeverinë e Republikës së Kosovës zoti Bajram Rexhepi, që është kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Nga fundi i vitit 2004 deri në vitin 2007 kemi qenë opozitë, që mendoj se ka qenë vendimi më i drejtë i mëdhenj i Partisë Demokratike të Kosovës për të qëndruar në opozitë. Nga viti 2007 deri tani kemi fituar 4 parë zgjedhje një pas një, 2 parë zgjedhje lokale dhe 2 parë zgjedhje të përgjithshme. Tani Kosovën ja udhëheqim bashkërisht me partnerët e koalicionit, me herët me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe tash një vit me Aleancën Kosova Ere dhe partnerët e tjerë. Kemi bërë reformat e thella në parti dhe kemi bërë reformat e thella në qeverisje, në veçanti kuptimin e ndrimit e gjeneratës me njerëz, por dhe me një mentalitet të ri qeverisës, pra për qeverisje të mirë, për sundim të ligjit, për luftë kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe fillimin e real të zhvillimit ekonomik, kështu që definitivisht mendoj se sot Kosova ka qeverisjen më të mirë të mundshme apo ekipin më të mirë qeverisje të mundshme në historinë politike të saj. Dhe kjo më bë mirë dhe më bën jeshtë nder, por më jep përgjegjësi edhe më të madhe. Unë i pyeta vetëm për 2 personazhe, ju folët për gjithë Kosovën përveç për ty, për ata të dy. Është obligimi im që të flas për gjithë Kosovën, por ja theksoj edhe një herë, edhe akuzat ndaj zotit Haradinaj dhe zotit Limaj janë plotësisht pa drejta, dhe unë kam besim të plot se siç i kanë fituar betejat me drejtësinë edhe në Hag, do t'i fitojnë edhe tash për herë të dytë. Dakor, do të flasim fakt për qeverisjen e brendshme dhe për partinë tuaj pak më vonë, por dua të kthehemi edhe një herë tek emocionet e kujtesat për kohën e luftës. Cili ka qenë momenti më i vështirë për ju gjatë luftës së UÇK-s?
Në luft askush nuk hyn me dëshirë. Ne nuk I kemi filluar luftën se dënim të luftonim, por ishte domosdoshme, ishte jetike, ishte ekzistenciale, ishte rruga e vetme që kishte mbetur për të përballur me Serbinë për të fituar lirinë. Pra lufta politike dhe ushtarake. Kjo betejë filloi në vitin 1992 dhe në këtë periudhë kemi pasur raste jo edhe të lehta, zhvillime jo edhe të lehta, mund të them edhe jashtëzakonisht të rënda. Prandaj sonte të potencoj ngjarje, mendoj se janë të shumta, por ngjarjet më të rënda kanë qenë vrasja e komandantit legjendar Adem Jashari, vrasja e shumë bashkëluftëtarëve të afërt, vrasja e një pjese të bashkëluftëtarëve në Pashtrik, në bjeshkët e Pashtriku, 47 ku janë vrarë për një ditë, pastaj gjenocidet dhe masakret e ndryshme që janë bërë për vendbanimet e ndryshme. Pastaj kam përjetuar masakrën në Obrinj të familja Deliu, kur edhe gra 7 zënë janë vrarë. Do të thotë gjitha këto kanë qenë diçka shumë të prekshme, emocionuese, që na kanë shtyrë edhe më tepër të zotohemi në angazhimet tona për luftë deri në fund, deri në çlirimin e plotë të Kosovës, por në të njëjtën kohë ne nuk kemi lejuar kur në asnjë rrethon që të ndodhin revanshë ndaj lufta jon ka qenë pa kompromis ndaj ushtrisë dhe policisë serbe, por kur s'kemi lejuar hakmarrjen ndaj popullatës civile serbe, sepse synimi ynë ishte largimi i Serbisë nga Kosova, por që ndërtojmë një Kosovë të re, një Kosovë demokratike, një Kosovë të konkurrencës së ideve, e në të njëjtën kohë edhe Kosovën si vend të gjithë qytetarëve të saj. Po përjashtoni rastet të UÇK-s që mund të ketë të kaluar përdorimin e dhunës apo ka shkelur konventat ndërkombëtare të luftës? Unë nuk mund të them se gjithë ushtarët UÇK-s kanë qenë engjëj, por nga ajo që di unë, ushtria shtetërore e Kosovës ka respektuar konventat ndërkombëtare të luftës. Kam edhe një pyetje, gjithmonë më ka kuriozuar dhe kam përshtypjen që edhe teleshikuesit do donin ta dinin këtë pjesë. Pse morët gjatë luftës Novkën ose Llagapin Gjarpri? Ka qenë thjesht një diçka që është nxjerrur apo më është dhënë nga bashkëluftëtarët. Dakor, nuk ka një simbolik, nuk ka një domethënie. Jo. Marrëdhëniet tuaja me Rugovën dhe rezistencën e tij paqësore. Në fillim të viteve 2000 ju keni qenë në mënyrë të ndjeshme kundër tij. Por vitet e fundit, veçanërisht pas vdekjes, jeni personalisht keni ndryshuar qëndrim edhe ndaj figurës së tij. Si shpjegohet ky ndryshim 180 gradë? Në fakt në vitet 90 ne kemi pasur dy koncepte, konceptin rezistencës civile apo thirrjes për rezistencë civile dhe konceptin e lëvizjes aktive, lëvizjes politike dhe ushtarake të ushtrisë shtetërore të Kosovës, civile apo e thirrjes për rezistencë civile u hiqej nga ish-presidenti Rugova, ndërsa rezistenca politiko-ushtarake u hiqej nga ushtria shtetërore e Kosovës. Pra ishin dy koncepte të ndara, por me një synim Kosovën e pavarur dhe sovrane. Kjo nuk ndodh vetëm nuk ka ndodhur vetëm te populli i Kosovës, ka ndodhur te popujt tjerë në përpjekjet e veta për liri dhe pavarësi, por edhe për rend demokratik. Pra kanë qenë dy koncepte të ndryshme për një qëllim. Në fakt koha, realiteti neve na ka dhënë të drejtë, sepse vetëm pasi që filloi lufta, u organizua konferenca në Rambuje. Koha tregoi se vizioni ynë ishte vizioni i vetëm në cilin ne do të lëviznim e gjithë komunitetin ndërkombëtar dhe do të mund të fitonim lirinë. Edhe pas luftës kemi pasur koncepte të ndryshme në kuadër të shumëllojshmërisë së mendimit politik, prandaj secili personalitet ka vlerën e vetë angazhimit që vlerësohet prej qytetarëve dhe politika nuk është ajo që vlerëson kontributin e asnjë individi, e asnjë lideri, por është vetë qytetari, vetë vullneti i tyre që vlerëson kontributin e secilit. Zoti kryeministër, ju jeni quajtur nga Biden si George Washingtoni i Kosovës. Cilat janë marrëdhëniet tuaja me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Marrëdhëniet e mia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të shkëlqyeshme, por ndihem tepër mirë gjithashtu dhe shumë krenar
që populli shqiptar i Kosovës apo gjithë shqiptarët janë populli më pro-amerikan në botë. Kjo në jep një përgjegjësi të madhe gjithë liderëve shqiptar, por edhe neve në Kosovë do si lider të shtetit të Kosovës. Unë do të vazhdoj të kultivoj marrëdhëniet e shkëlqyeshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do thotë edhe nga ish presidenti, administrata presidentit Clinton, pastaj presidentit Bush edhe tash presidentit Obama. Unë sapo u takova edhe me sekretarin e shtetit Clinton, gjithashtu edhe me mikën e vjetër të Kosovës dhe shqiptarëve Zonjën Albright, presidentin Clinton, gjithashtu dhe mesazhet më të mira të mëshme të tyre janë për Kosovën, i gëzojnë shumë progresi që po shënon Kosova, konsolidimit e shtetit dhe çdo lajm i mirë që del nga Kosova mirëpritet shumë në Washington. Kështu që raportet tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të jenë specifike dhe të shkëlqyeshme përjetësisht. Por ajo që kam gëzuar më së tepër është se edhe gjeneratat e reja janë duke ndërtuar një simpati të jashtëzakonshme dhe respekt të jashtëzakonshëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo simpati nuk duket si nevojë, por si një vlerë. Në fakt, ra në sy që ju takuat me zonjën Hillary Clinton, me Ban Ki-moon, ndërkohë që delegacioni shqiptar i qeverisë së Tiranës nuk pati takime të niveleve kaq të larta. Mendoni që po ju mbajnë afër në Washington për shkak të situatës në veri të Kosovës? Po ne jemi shumë të afërt në komunikim. Kemi qëndrimet e njëjta për gjitha zhvillimin e Kosovë dhe rajon. Takimi me sekretarin e shtetit Clinton ka qenë një takim jashtëzakonisht i mirë, një takim i shkëlqyeshëm. Është përgëzuar delegacioni i Kosovës për çësjen që e ka në gjitha këto përkushtime për rend, paqe, stabilitet, bashkëpunim rajonal, përfaqësi të mirë me gjitha vendet e rajonit, për perspektiven tonë euroatlantike, për vizionin politik që po tregojmë. Gjithashtu jemi takuar në të njëjtën kohë me baroneshën Ashton dhe ka shprehur gatishmërinë e mbështetjes së plotë të perspektivës evropiane. Unë kam prezantuar edhe shqetësimin që qytetarët e Kosovës definitivisht ju duhet diçka konkrete nga Bashkimi Evropian dhe të mos lejojmë më tutje relacione platonike, por diçka konkrete. Tash besoj definitivisht që Kosova do ta fitojë dialogun për liberalizim të vizave dhe marrëdhënie kontraktare dhe tregtare me Bashkimin Evropian. Por të kthehemi përsëri relacione me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këto marrëdhënie do të jenë të përjetshme, të shkëlqyeshme. Akuzat për krime lufte nga Olex, dua të rikthehemi pak. A mendoni se janë të rastësishme? Si shpjegoni këtë ringjallje të akuzave për Lima dhe për Haradina në të njëjtën kohë kur Dick Marty bën një raport në Këshillin e Evropës? A shikoni një simetri mes këtyre dy ngjarjeve? Unë dëshiroj përsëri të them që kjo nuk ka kryer krime, populli i Kosovës nuk ka kryer krime. Kemi zhvilluar lufte drejt, lufte çlirimtare, kemi fituar, kemi respektuar konventat ndërkombëtare, kam pasur dhe kam besim dhe kam deklaruar vazhdimisht në pafajësinë e zotit Haradina dhe zotit Limaj. Ne kemi besuar gjithmonë drejtësisë dhe kemi pasur plotësisht të drejtë, kohën na ka dhënë të drejtë, realitetin na ka dhënë të drejtë, faktet dhe dëshmitë na kanë dhënë të drejtë, dhe zoti Haradina dhe zoti Limaj shpallur të pafajshëm një herë. Kam besim të plot përsëri, ndërsa se për këtë raportit e Dick Martyt, ai raport është politik, unë i besoj drejtësisë dhe i dhëm mbështetje plot drejtësisë. Megjithatë, në gusht është njoftuar ngritja e task forces, madje janë caktuar dhe prokurorët që po hetojnë për akuzat që Dick Marty bëri personalisht ndaj jush. A ndjeheni kërcënuar? Unë theksova, ai raport është një raport me ngjyrime politike. Unë mbështes plotësisht task forcën, kam kërkuar formimin e task force të tillë. Qeveria e Kosovës do të bashkëpunojë shumë ngushtë, i besojmë organeve të drejtësisë dhe gjithë duhet t'i dhënë mbështetje. Megjithatë, Dick Marty u shpreh në raportin e tij madje edhe përpara Këshillit të Evropës se dëshmitarët për krime lufte në Kosovë janë të rrezikuar. Si tingëllon ky parlament? Jo, do ta lidh pak me situatën. Pak ditë më parë u gjeti vetvrarë një nga dëshmitari X i çështjes Limaj. A e ka dëmtuar kjo imazhin e vendit dhe çfarë shembulli jep të tjerëve që duan të mund të jenë dëshmitarë? Unë dëshiroj të theksoj se edhe vetë autoritetet e Tribunalit të Hagës ditë më parë dolën dhe qartësuan botërisht se në Kosovë nuk ka ndodhur kërcënim dhe vrasje të dëshmitarëve, ndërsa vdekja e dëshmitarit në Gjermani është çështje që duhet organet kompetente të thonë fjalën dhe jo politika.
Nga njëra anë EULEX duket se ka lënë veriun në dorë të kriminalëve, për ata që folët dhe ju, kontrabandistëve serb apo qofshin edhe shqiptar, siç tham në krye të kësaj interviste. Por nga ana tjetër kemi parë që çështja e parë që kanë marrë përsipër pikërisht nga EULEX ka qenë ajo ndaj Albin Kurtit. A mos vallë është duke përdorur standarde dyfishte e EULEX-it? EULEX në veri është duke punuar tani mirë, kemi një bashkëpunim të mirë si qeveria e Kosovës me EULEX-in, zoti Marniak gjithashtu është duke udhëhequr një përkushtim të ri, me një filozofi të re, aktive, dinamike, prezente në veri, ka mbështetje plot prej Bashkimit Evropian, e rifleksiohet njëherë agenda jonë është e koordinuar si qeveria e Kosovës me EULEX-in, me NATO-n, me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa para ligjit të gjithë janë të barabartë. Megjithatë, dhe qasja juaj ndaj EULEX-it ka qenë ndryshme në kohë. Kur u bën akuzat ndaj bashkëpunëtorëve tuaj të afërt, siç është rasti Lima, ju kërkuat deri dhe largimin e EULEX-it, mandej ishte gjithashtu kritik ndaj EULEX-it në rastin e veriut të Kosovës. Tani duket se jeni më të butë me EULEX-in. Jo, jeni të keq informuar, ne në asnjë rreth nuk kemi kërkuar largimin e EULEX-it. EULEX-i këtu është i ftuar për institucioneve të Republikës së Kosovës për të mbikëqyrë dhe mbështetur funksionimin e rendit dhe ligjit. Natyrisht se në këtë periudhë 3 e më tepër vjeçare ka pasur dallime në dinamikën e punëve që kërkoheshin të kryeshin, kështu që më tepër ka pasur dallime në dinamik sesa në qasje. Megjithatë, duhet të mbetem pak tek çështja e akuzave dhe sidomos e imunitetit. Nuk e mori përsipër kuvendi i Shqipërisë, kuvendi i Kosovës që kërkonte një interpretim nga gjykata kushtetuese, as partitë politike, pse e bët ju zoti kryeministër? Ishte në mandatin kushtetues dhe ligjor që të kërkohet një sqarim për imunitetin apo jo të gjithë barzëve të institucioneve të Republikës së Kosovës, prej presidentit, kryeministrit, ministrave dhe deputetëve. Pra ishte në mandatin kushtetues dhe ligjor. Ju akuzon vendvendosja që e keni përdorur këtë për të bërë shantazh deputetëve të kuvendit? Mendoj se vendimet e gjykatës kushtetuese dhe organet e drejtësisë në asnjë rreth nuk duhet shfrytëzohen për betejë politike. Unë kam obligim shtetëror, kam obligim kushtetues dhe ligjor dhe nuk flas vetëm nga prizmi një partijak, por nga përgjegjësia ime e lartë kushtetuese, ligjor dhe shtetërore. Për ta mbyllur ndoshta edhe kapitullin me UÇK-n, ekziston sipas jush projekti për Shqipërinë etnike? Unë besoj plotësisht rajonit pa kufi, shqiptarëve në një rajon pa kufi, i besoj plotësisht vizionit të shqiptarëve të bashkuar në Bashkimin Evropian dhe gjithë natyrisht në shqetësim me gjithë popujt tjerë të rajonit. Në pjesën tjetër të pas shkëputjes do të kemi pas pak të publiciteti, do të flasim pikërisht për sfidat e qeverisjes suaj në Kosovë dhe aty kemi për të folur gjithashtu, po përpara se të shkoja aty doja një pyetje të tillë. Çfarë do thotë ti je luftëtar dhe të vendosesh të shërbesh si politikan? Ku ndiheni më mirë? Unë edhe si luftëtar kam shërbyer si politikan, e në të njëjtën kohë edhe sot dhe vlerësoj se gjitha angazhimet tona janë thjesht të kauzës sonë për liri, për pavarësi, për rend demokratik, për zhvillim ekonomik. Tjetër fitoria e UÇK-s dhe popullit Kosovës edhe në luftë ka qenë më tepër politike se sa ushtarake. Pra fitoria është e sakrificës madhe të gjithë atyre dëshmorëve të lirisë, e gjithë atyre herojve, e gjithë atyre veteranëve dhe familjeve të tyre, invalidëve të luftës, dhe për mua çlirimtarët e Kosovës janë gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që në një formën tjetër i kanë shërbyer vendit, qoftë me rezistencë civile pasive, qoftë me rezistencën aktive të armaturës. Pra gjithë qytetarët e Kosovës janë çlirimtarë dhe e theksoj edhe një herë, pikërisht ai vizion propagandimor ka bërë që gjithë bota të bashkohet me ne për të larguar Serbinë nga Kosova. Do të shkojmë në shkëputjen publicitare që premtova pak më parë dhe do të flasim menjëherë pas saj për negociatat. Dua t'ju pyes menjëherë pas sa do të kërkoja përgjigjen. Keni zgjedhur 3 femra negociatore. Pse në pas pak, pas publicitetit? Të nderuar teleshikues, siç po e ndiqni këtë bisedë drejt për drejt nga Prishtina, Tonight është zvendosur sot në kryeqytetin e Kosovës në këtë bisedë të drejt për drejt dhe këtë rrëfim të sinqertë të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Do t'i thashë, a është përgjegjësi të marrësh përsipër të qeverisësh Kosovën në momentin kur sapo u shpall pavarësia? Si jeni ndier në ato momente? Unë në fakt jam për herë të tretë kryeministër i Kosovës. Era parë ishte në periudhën e luftës, nga një marrëveshje
politikën me spektrit politik dhe ushtarak, janë propozuar për kryeministrin e Kosovës dhe është udhëhequr lufta dhe përpjekjet për liri në periudhën 99 deri pas çlirimit deri në prag të vitit të ri 99. Kemi fituar zgjedhjet në vitin 2007, mandati i parë dhe tani në 2010 në zgjedhjet e parakohshme përsëri kemi fituar zgjedhjet. Nuk është e lehtë, në veçanti të ballafaqohesh me një sfidë për largimin e Serbisë pas një prezencë një shekullore në Kosovë, kështu që ishte një sukses i madh i popullit të Kosovës, ishte një sukses i madh i politikës kosovare, por në të njëjtën kohë edhe fitoria në zgjedhjet 2007 dhe shpallja pavarësisë më një herë në shkurt vitit 2008 ishte një vendosmëri e jona, një përkushtim i jashtëzakonshëm diplomatik për të harmonizuar angazhimet tona me gjithë komunitetin ndërkombëtar, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me vendet e Bashkimit Evropian, sepse pavarësia e Kosovës shtyhej, për fat ne kishim deklaruar se me fitoren e Partisë Demokratike të Kosovës do të shpallim pavarësinë me një herë. Qytetarët na besuan, i besuan edhe vizionit tonë, jo vetëm për shpalljet e pavarësisë, ka mutuar me një herë në shumë kryeqytete të botës, në Bruxelles, por dhe në New York dhe Washington. Në fillimisht kemi menduar që të shpallim pavarësitë me datën 10 shkurt, por për shkak të koordinimeve më të mira dhe me Washingtonin dhe Brukselin e kemi shtyrë për një javë me 17 shkurt. Kështu që janë sfida të mëdha, janë përgjegjësi të mëdha, por ndihem shumë mirë dhe shumë krenar që gjitha këto ballafaqime i kemi të kaluar në një frym të unitetit, të mirëkuptimit politik dhe qytetar. Flasim pak për simbolikën përpara se të hyjmë problemeve më në zemër. Ju nuk keni qenë shumë dakord me flamurin e Rrugovës, me simbolet kombëtare të improvisuara në të. Por ndërkohë flamuri që ju miratuat nuk ka shumë lidhje me flamurin kombëtar, madje është ngjashëm me Bosnjën apo Kiprën. Pse e bë këtë? Në fakt, flamuri nuk është i Hashim Thaqit, nuk është flamuri personal, është diçka që e ka aprovuar parlamenti i Kosovës, kështu që është flamuri i gjithë qytetarëve të Kosovës, është flamuri shtetëror, është diçka që kanë vendosur njerëzit e zgjedhur nga populli i Kosovës, njerëzit që kanë shpallur pavarësinë, pra Kuvendi i Republikës së Kosovës. Kështu që nuk janë çështje individuale, personale, por thjesht kushtetuese ligjore. Meqense jemi tek kuvendi dhe mënyra se si Ky është vullneti i parlamentit i njerëzve të zgjedhur nga populli, dhe këtë vendim unë respektoj. Jemi tek kuvendi dhe për të arritur deri aty ka zgjedhje. Zgjedhjet e fundit në Kosovë kanë qenë të kontestuara. Ndjeheni përgjegjës për parregullsitë që janë vënë re në 2 proceset e fundit elektorale në Kosovë? Në asnjë raton, përkundërzi ndihem shumë mirë dhe krenar që kemi përmirësuar dolshime dhe dobësi që janë paraqitur për gjithë spektrit politik. Përmirësime këto që janë përshëndetur për gjithë qytetarë, prej gjithë komunitetit ndërkombëtar dhe janë të vlerësuar në raportet ndërkombëtare, ka pasur ankesa dhe çdo ankesë është shqyrtuar, çdo ankesë është studiuar shumë mirë. Aty ku ka pasur ndonjë kontestim edhe më të voglin janë përsëritur zgjedhjet, ka pasur zgjedhje që janë përsëritur në 3-4 komuna, ka pasur vëzhgues të shumtë ndërkombëtar dhe çdo herë më tepër fitoria e Partisë Demokratike të Kosovës vetëm sa thelloi. Pra zgjedhjet ka qenë të lira, fair, demokratike dhe në asnjë rrethon nuk i kanë cënuar lojën demokratike, por edhe nuk kanë ndikuar në rezultatin zgjedhor. Partia Demokratike e Kosovës ka qenë e dëmtuar në disa raste, por ne kemi besuar gjithmonë organeve kompetente, KQZ-s dhe organeve të drejtësisë. Por në Kosovë është të mirë që në momentin që flasin organet e drejtësisë, atëherë politika respekton atë vendim. Kështu ka ndodhur vitin 2009. Sigurisht. Do të fillojmë pak me dialogun, sepse ju pyeta parë se shkonim në publicitet, pse zgjedhje për 3 femra, zonja Lediza Tahiri, Mimoza Kusari Lila, zonja Vlora Qitaku, është një rasti apo zgjedhje e qëllimshme? Pse 3 femra dhe jo komandant? Nuk dëshiroj që gjërat dhe sukseset të identifikohen në baza gjinore. Unë ndihem tepër mirë që kam një ekip qeveritari jashtëzakonisht të mirë. Një ekip që ka shënuar suksese të mëdha, që ka ndryshuar imazhin e
Kosovës, edhe me prezencën e vetë, me vizionin e vetë, e theksu edhe si gjenerat, por si mentalitet plotësisht pra perëndimor, me rezultate konkrete, po kjo është një rrethon e re që Kosova sot ka dhe presidenten femër, që mendoj se është një mesazh shumë i mirë, e në të njëjtën kohë është e vërtet përgjegjësi gati kryesore në institucionet e Kosovës kanë zonjat edhe presidenti Jaga, edhe zëvendës kryeministria Edita Tahiri, që udhëheq procesin e negociatave me Serbinë, gjithashtu edhe procesin e integrimeve ministresha Lora Qetaku, gjithashtu edhe zëvendës kryeministra që udhëheq grupin për zhvillimin ekonomik për ministresha e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari. Unë kam bashkëpunim shumë mirë edhe me presidente, por edhe me tri këto zoja që punojnë shkëlqyshëm në qeverinë e Kosovës. Mendoj se ka kaluar koha e dëshmimit të Moskove, por është koha e ideve, projekteve, vizioneve dhe alternativave. Prandaj mendoj se ky është një mesazh jashtëzakonisht mirë, i mirë i drejtuar për Kosovën, për qytetarët, dhe definitivisht askush nuk duhet të paragjykoj kuptimin e suksesit apo mos suksesit në baza gjinore. Unë ndihem tepër i fuqishëm në argumentet që prezantojnë në gjitha çështjet gjithë ekipa qeveritare, por kjo nuk po ndodh rastisht në Kosovë, pasi që Kosova po ecë me trendet më të larta të civilizimit bashkëkohor. Jo rastësisht është ndoshta edhe sekretarja e shtetit Clinton, gjithashtu edhe kancelarja Merkel, gjithashtu edhe shefi e Fondit Monetar Ndërkombëtar femër, e shumë kryetaria e Parlamentit në Shqipëri, Zonja Topalli. Kështu që mos çuditëm që në të ardhmen në avër mund të kemi edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe president, edhe kryeminist, edhe kryetar parlamentesh femra, pse jo edhe ministrat mbrojtjes apo të policisë femra. Po jepni ndonjë mesazh se kemi zgjedhjen e presidentit vitin tjetër në Shqipëri? Jo, nuk po jep mesazh, por mund të ndosh kjo vullnet i partive politike, dhe mendoj se Partia Demokratike e Kosovës këtë drejtim ka avancuar dhe merr ka pasur kandidaturën e Flora Brovinës për presidente, dhe mendoj se është krijuar një hapësirë shumë e mirë e komunikimit, por edhe të përfasimit meritor, jo në bazë të përqindjes, por në bazë të vlerave që përfaqësojnë. Zoti kryeministër, pse u ndërprej dialogu në Bruksel mes dy delegacioneve, palës kosovare dhe asaj serbe? Dhe a ka ndonjë dobi të negocios për çështjet dytësore me Serbinë, kur ajo nuk njeh pavarësinë e Kosovës? Ne kemi diskutuar dhe me Maqedoninë të zonë çështjen e demarkacionit, kemi biseduar çështje të ndryshme teknike edhe me Shqipërinë, por edhe me Malin e Zi. Dhe në kuadër të çështjeve teknike, natyrisht është obligim edhe kushtetues dhe ligjor, është edhe obligim ndërkombëtar për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë që të ndodhin takime të interesit të përbashkët ndërshtetëror, por edhe interesin e popujve për një jetë më të mirë. Kështu që kemi arritur 3 konkluzione të përbashkëta, kemi arritur marrëveshje për ulje doganore, tani presim që të ndodhë edhe marrëveshjet për energji, për telekomunikacion dhe gjyqin për gjykatat në veri. Braktisja nga ana e delegacionit serb të dialogut është një mesazh i keq, një sjellje jo mirë e fqinjësisë, është një mesazh kundërshtues edhe ndaj politikës së Brukselit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, por të kësaj edhe një Kosova çdo herë nga dialogu ka fituar tash 12 vite. Dhe ne jetojmë këtu, nuk kemi dy vendet të para në botë që kemi luftuar me një tjetrin apo si popull. Unë dërgoj mesazhin edhe sonte të mirëkuptimit, të fqinjësisë së mirë dhe njohje sa më të shpejt reciproke si dy vendet e pavarura dhe sovrane. Kjo është në interesin e paqes dhe stabilitetit në rajon, interesin e integrimeve euroatlantike të dy shteteve tona sovrane, Kosovës dhe Serbisë, por edhe të gjithë rajonit. Dëshiroj të falenderoj edhe qeverinë e Shqipërisë, edhe kryeministrin Berisha, edhe gjitha institucionet, gjithë politikën e Shqipërisë për mbështetjen e plotë që po i dhon Kosovës në këtë proces, edhe të dialogut, edhe të njohjeve të reja, por të konsolidimit të shtetit të
Kosovës. Ju premtoj se do t'ju pyes për Shqipërinë pas pak. Kam disa pyetje dhe do të flasim edhe për bashkëpunimin mes Kosovës dhe Shqipërisë. Por meqense jemi tek njohjet, ju premtuat që në 3 muajt e parë do të kishte 100 njohje ndërkombëtare shtetit Kosovës. Në fakt, aktualisht janë vetëm 84. Pse nuk realizua ky premtim? Realisht kam deklaruar diçka të tillë. Ka qenë një konfirmim i plot i vendeve të konferencës islamike që menjëherë do të ndodhë njohja në blok, pastaj pas njohjes së pavarësisë kanë reaguar kundërshtarët e pavarësisë e Kosovës dhe e kanë stagnuar apo e kanë tejkaluar apo sfiduar këtë unitet të vendeve të konferencës islamike dhe këtu qëndron krejt e vërteta. Kemi pasur konfirmim se vendet e konferencës islamike do të marrin vendim unanim në blok për njohjet e pavarësisë e Kosovës. Pastaj kanë ndërhyrë kundërshtarët e pavarësisë dhe e kanë sfiduar këtë vendim. Por tani po ndodhi njohje një nga një. Dhe nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë të fitohen njohje kur bisedosh me secilin shtet veç e veç. Duhet kohë, mund, argumentet një në anën tonë, por në të njëjtën kohë edhe Kosova nuk ka veç miq dhe partner, ka dhe kundërshtar. Sigurisht, por kthehemi tek politika e brendshme apo kundërshtarët politik? Që në fakt për momentin, për rastin konkret, është bashkëpunëtori juaj, keni thirrur në qeverisje. Kam fjalën për zotin Pacolli dhe çështja e zgjedhjes së tij, doja të pyesja për mënyrën se si ai u zgjodh president Roqi dhe vëmendjen e publikut shqiptar. A mund të ishte evituar ajo që ndodhi në kuvendin e Kosovës me miratimin e Pacollit si president? E theksoj, unë vendimet e gjykatës kushtetuese nuk i komentojnë aspektin politik, por i respektoj. Kosova ka një rast apo ka pasur zhvillime interesante të vendimeve të gjykatës kushtetuese, kur për 6 muaj janë larguar 2 president, i pari për shkeljet e rënd të gjykatës të kushtetutës, ndërsa i dyti për shkak të mos respektimit të procedurave nga ana e Parlamentit. Zoti Pacolli nuk e ka shkelur kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Parlamenti nuk i ka respektuar procedurat e zgjedhjes në këtë proces për presidentin. Thjesht aspekte teknike të administratës apo kujdo që kanë qenë aty, ndërsa unë theksoj edhe një herë, unë nuk kam kundërshtar politik, kam konkurrent politik dhe nuk e shokur kanë si kundërshtar apo armik politik në Kosovë. Në këtë konkurrencë, le të fiton më i miri, le të fiton ai që ka program vizion, tani për tani në këto vitet e fundit shtetari i Kosovës i beson Partisë Demokratike të Kosovës, vizionin që po prezantojmë ne, vizionin për zhvillimin dhe integrimin e vendit për Kosovën evropiane, kështu që tani koalicioni funksionon shumë mirë, zoti Pacolli është duke kryer obligimet e veta kushtetuese dhe ligjore si zëvendës kryeministër për njohje por për zhvillim ekonomik. Jam ndjer tepër mirë që në takimin me sekretarin e shtetit Clinton ka marrë komplimente për sjelljen e njohjeve të reja për Kosovën, kështu që jemi duke punuar si një ekip e përbashkët e Kosovës për konsolidimin, forcimin e shtetit, sjelljen e njohjeve të reja dhe perspektivën tonë euroatlantike. Nuk mendoni do të ishte më mirë për Kosovën të kishte një president konsensual të pëlqyer nga të gjitha palët në vend të një presidente të emëruar për një kohë të shkurtër? Më mendoj që Kosova ka dërguar shembullin më të mirë të mundshëm për zgjedhjen e presidentëve, është çështje pastaj e kuvendit se si zgjedhet dhe kush zgjedhet. Partia Demokratike e Kosovës ka pasur qëndrim shumë të qartë apo vendime shumë të qarta të organeve drejtuese në koalicionin me AKR, partinë e zotit Pacolli, që qeveria të hoqet nga PDK dhe presidenti sa ti takoj AKR-s, zotit Pacolli konkretisht, është vendimi edhe i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, por edhe i Këshillit drejtues dhe për mua të vendime janë ligjet të cilat i kam respektuar, ka respektuar edhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës. E theksoj pas atyre zhvillimeve që ndodhen në Parlamentin e Kosovës, pastaj kryer një rrethon që kemi zgjedhur në mënyrë konsensuale, mund të them lirisht, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, AKR dhe partitë e tjera, zonjën Jahjaga për presidentet e Republikës së Kosovës dhe ju e dini edhe në Shqipëri, parlamenti që e vendose kush bëhet president dhe kush je, por tani jemi duke bërë një reformë të thellë si parti politike, si institucione, në mënyrë që
presidenti të zgjedhet drejt për drejt nga qytetarët, se a është vendimi drejt apo jo, do të shohim në të ardhmen, por natyrisht në kuadër kësaj do të ndodhin ndryshimet e disa ligjeve për fuqinë që do ta ketë presidenti. Gjithashtu jemi duke bërë reforma të përbashkëta opozit për zonat elektorale, sistemin zgjedhor. Mendoj se është i konsensus në shumë segmente. Tani për tani Kosova flet me një zë, pozit dhe opozit për veriun e Mitrovicës, për integrimet evropiane, mund të thëmë lirësht edhe për zhvillimin ekonomik, edhe për procesin e privatizimit, por në të njëjtën kohë edhe për reformat zgjedhore. Është duke zhvilluar një debat shumë i civilizuar me spektrit politik, dhe pastaj do të merret vendimi politik i përbashkët se cila është zgjedhja më e mirë e mundshme. Është fat që në Parlamentin e Kosovës për vendime të tilla duhet votohet me 2/3, kështu që asnjë parti se ka monopolin, por thjesht duhet secila të heqë dorë nga ndonjë aspiratë ngushtë partijake në interes të një zgjedhje më të mirë, më të qëndrueshme, më funksionale, që të kemi zgjedhje edhe më të mira dhe më të avancuara. Po flisni për harmoninë midis partive, qoftë edhe opozitën, por ndërkohë doja të bëja një pyetje për PDK-n, për partinë që ju drejtoni. Kush janë figurat më me influencë brenda PDK-s që mund të kenë karrierë dhe që nuk kanë bërë pjesë e UÇK-s dhe që mund t'ia dalin të hyjnë parti pa mbështetjen tuaj personale? Partia Demokratike e Kosovës është partia me mazhorancës, që udhëheq mazhorancën, është partia më e fuqishme, është partia më organizuar, është partia me një elektorat shumë stabil, me një mbështetje të gjithë qytetare, apo është partia nacionale e Kosovës, është një parti me struktura të fuqishme, mirë të organizuara, që udhëhiqet nga një leadership me përvojë të gjatë politike, por dhe me një vizion të sigurt për të ardhmen. Është një parti që vazhdimisht është të hapur për gjithë njerëzit që duan të kontribuojnë në Partinë Demokratike të Kosovës, që nuk është të mbyllur vetëm në kornizat e ngushta partijake dhe vazhdimisht në PDK ke prurje të reja që nga bota mediale, që nga shoqëria civile, nga profesionistë ndryshëm, njerëz që vinë të shkolluar jashtë, ndiem tepër mirë që edhe në qeveri kemi njerëz që janë shkolluar jashtë, tani punojnë këtu, që si këshilltar, që si ministra, dhe mund të them se kemi ekipe të fuqishme në ekzekutivin e vendit, kemi ekipe të fuqishme në nivel të ministrave, zëvendës ministrave, të deputetëve të grupit parlamentar gjithashtu në kryesinë e Parlamentit të Republikës së Kosovës, pastaj Partia Demokratike e Kosovës udhëheq edhe 20 komuna të Republikës së Kosovës, kështu që është një sistem i gjerë, i fuqishëm dhe jashtëzakonisht profesional, por edhe me kredibilitet të lartë, edhe qytetar, edhe politik, por edhe profesional. Këto figura që ju referuat nuk janë ata parashutistët, që thotë zoti Kresniqi? Partia Demokratike e Kosovës është një parti që ka mirëpritur çdo qytetar të Republikës së Kosovës. Në Partinë Demokratike të Kosovës secili që vjen ndihet mirë. Është një parti që ka derën hapur për gjithë njerëzit vullnet mirë, do të ketë prurje të reja gjithashtu shpejt, do të ketë reorganizime, profesionalizëm edhe më të lartë. Natyrisht se është partia e debatit, e mendimit ndryshe, por dhe respektimit të vendimeve të organeve drejtuese të saj, kështu që mendoj se është profili modern një partie politike në rajon dhe një profil ky i cili çdo herë më tepër po fuqizohet, po respektohet nga gjithnjë më tepër nga qytetarët e vendit, dhe Kosova tash e 4 vite udhëheqim vendin, PDK është partia më e suksesshme e pas luftës. Do të vazhdojmë me reforma të thella, shumë shpejt të shënojmë 12 vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike të Kosovës. Është një parti qytetare, e mendimit dhe veprimit në agjendën e qendrës së djathtë, por ende në Kosovë nuk janë të profilizuara si gjitha partitë politike, sepse ka njerëz në parti të ndryshme, me mendime të ndryshme, të profileve të ndryshme brenda partive, kështu që natyrisht se gradualisht janë duke shkuar gjërat
duke u profilizuar dhe duke u fuqizuar si vizion dhe mendim dhe qëllim politik. Në kuadër të kësaj partie moderne për cilin po flisni, a kanë vend dhe ç'vend mund të zënë ishte burgosurit politik të viteve 80, si rasti zotit Jakub Krasniqi apo dhe të tjerë? A mendoni se u ka ikur koha dhe ndoshta e dëmtojnë BDK-n? Askuj nuk i ka ikur koha, por dhe askuj nuk mund të ndalet koha. Dhe askush nuk është i tepërt në Partinë Demokratike të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës punon në një vizion shumë të qartë për të ardhmen, por është edhe një parti që ka bashkuar gjenerata të ndryshme intelektuale, akademike, civile, të kontributeve të ndryshme profesionale, gjithashtu edhe adhetare të njerëzve të rinj, student, akademik, nga bota civile, mediale. Pra është një parti e një kohezioni qëndrueshëm të gjeneratave të pas luftës në Kosovë, por dominohet nga të rinjët. Dakor. Do të flasim dhe pak për qeverisjen, po ndoshta duat për televizionistë shqiptarë, meqense janë të ndikur të shumë nga mesazhet që më vijnë, të respektojmë dhe Tiranën. Cili është komendi juaj për kablogramin që u bë publik në lidhje me shqetësimin tuaj për influencën e zotit Berisha në Kosovë? Në raportet me kryeministrin Berisha dhe me gjithë spektrin politik në Shqipëri, i kemi ndërtuar në raporte bashkëpunimi, raportet e mia edhe personale, edhe zyrtare, edhe profesionale, edhe institucionale, janë të mrekullueshme me kryeministrin Berisha. Janë raporte që natyrisht të respektit të ndërsjell dhe do të vazhdojmë të punojmë maksimalisht për Shqipërinë, por edhe për Kosovën. Kemi marrë pjesë në shumë inaugurime të përbashkëta edhe të fillimit të autostradës së kombit, edhe të përmbylljes së tunelit në Kalimash, por edhe të fillimit të ndërtimit të autostradës në Prizren. Kështu që kemi edhe misim personale, por edhe bashkëpunimin e shkëlqyeshëm institucional, sa përket zërave të ndryshëm që mund të paraqiten aty, këto janë krejt plotësisht të parëndësishëm për mua. Unë shoh interesin e shtetit Kosovës dhe të Shqipërisë mbi çdo profil tjetër, mund të them komentues, prandaj ne do të vazhdojmë të punojmë maksimalisht në kuadër të përgjegjësive tona kushtetuese dhe ligjore që edhe Kosova dhe Shqipëria të jenë pjesë edhe NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Cilët mendoni se janë politikanët shqiptarë më me influencë në Kosovë? Ata që voton populli i Kosovës. Jo, flas për politikanët shqiptarë të Tiranës. Edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, në çdo vend demokratik, politikanët më me influencë janë ata që votohen nga qytetari. Qytetari nuk e njehet, vota është një emocion, vota është një besim, nuk është vetëm simpati, dhe kërkohet mund, angazhim dhe besim i madh për të votuar dikë për të dhënë besimin për një mandat 4 vjeçar. Prandaj ai që konteston votën e qytetarit, konteston rendin demokratik, konteston edhe vetveten dhe secili edhe në Kosovë, por edhe në Shqipëri, duhet të respektojë votën e lirë, të respektojë institucionet, pastaj vijnë zgjedhjet, konkurrenca dhe le të fitojë përsëri. Po a kanë ndikim politikanë shqiptarë në elektoratin e Kosovës? Unë nuk do të dëshiroj tash të hyj në çështje se kush ka ndikim dhe si ka ndikim, por ajo që ka shumë rëndësishme se ndikimet edhe nëse janë pozitive në shërbim të konsolidimit dhe forcimit të shtetit të Kosovës, pra janë ndikime në raport me komunitetin ndërkombëtar për të avancuar Kosovën, kanë qenë ndikime gjatë periudhës së luftës për ta çliruar Kosovën, ka qenë ndikime Shqipërisë në periudhën e pavarësisë për të fituar Kosova statusin e vendit sovran dhe të pavarur, dhe tani janë ndikime në diplomaci për të sjellur njohje të reja. Kështu që edhe delegacioni i Shqipërisë tash u hequr nga kryeministri Berisha ka bërë lobime të fuqishme për njohjen e pavarësisë së Kosovës në takime me shumë kryeministra dhe lider tjerë botror. Dhe e theksoj edhe një herë, në asnjë rrethon askush nuk duhet të friksohet ndikimit reciprok. Ai ndikim është për të mirën e gjithë qytetarëve, duhet kuptuar si bashkëpunim dhe jo si ndikim, dhe çdo bashkëpunim i mirë mes Tiranës dhe Prishtinës, që është një bashkëpunim i shkëlqyeshëm, është në interesin e paqes, stabilitetit në rajon, interesin e gjithë shqiptarëve, gjithë qytetarëve që jetojnë në Kosovë dhe
Shqipëri është në interesin e perspektives evropiane dhe euroatlantike. Dëshiroj të theksoj diçka se gjithë bota, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe vendet e Bashkimit Evropian e përshëndesin dhe na përgëzojnë për këtë bashkëpunim të shkëlqyeshëm mes institucioneve të Tiranës dhe Prishtinës. Prandaj ka ikur ajo koha e paranojave të ndryshme që dikush i friksojnë takimin mes kryeministit Kosovës apo të Shqipërisë, apo të politikës së Prishtinës dhe Tiranës. Tani çdo takim është diçka krejt normal, është bashkëpunues, i përshëndetur nga të gjithë dhe është ndihmues. Është një bashkëpunim edhe avancimit vlerave kombëtare, të interesit kombëtar, por të vlerave euroatlantike. Fjalë të ëmbla si prej muaj mjalti për bashkëpunimin me Tiranën. Është realitet, jo vetëm fjalë të mira, po të ëmbla, përkundrazi mund të them deri se jam duke treguar shumë modest. Dakor, po i keni fjalë të tjera? Sepse bashkëpunimi është i shkëlqyeshëm. Dakor. Dhe ka qenë vazhdimisht dhe pa angazhimin e Shqipërisë, Kosova nuk do të ishte as e lirë, as e pavarur, as sovrane dhe as në këtë proces të rëndësishëm të konsolidimit të shtetit. Dhe kjo është një realitet dhe unë jam mirënjohës, megjithëse ka dhe obligim Tirana, por në të njëjtën kohë falenderoj shumë çdo shqiptar për kontributin që ka dhënë veçanti në procesin e lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Ne kemi edhe dëshmorë dhe heroj të Shqipërisë që kanë vdekur në istikamet për shtirimin e Kosovës. Kështu që ka qenë një kauzë, mund të them, e përbashkët dhe Shqipëria ka luajtur rolin e vet pozitiv ndikus në Kosovë. Po marrëdhëniet tuaja me kryetarin e opozitës, zotin Rama, si janë? Shkëlqyeshëm, edhe me zotin Meta, edhe me gjithë leadershipin në Shqipëri, edhe me presidentin Topi, edhe me zonin Topalli. Dakor. Megjithatë këto marrëdhënie si është mundur? Edhe me zotin Godo, edhe me të gjithë. Si është mundur që këto marrëdhënie të mira personale apo edhe institucionale nuk keni arritur t'i përktheni në marrëdhënie shumë të mira ekonomike, për shembull? Vazhdon që Kosova shkëmbimet më të mëdha tregtare i ka me Serbinë dhe Maqedoninë, ndërkohë që Shqipëria nuk është një nga partnerët e rëndësishëm. Jo individualizuat raportet, unë do të thënë një herë, në asnjë rrethon nuk kam individualizuar apo personalizuar raportet me leadershipin e Shqipërisë. Nuk kam pretenduar se të kemi raport të kuptimin ideologjik apo partijak apo regional, jo në raporte institucionale, raporte këto që respektohen, bashkëpunimi edhe në nivel ekonomik nuk ka qenë kurrë me i mirë, sidomos tani do të krijohen rrethona shumë lehtësuese me përmbylljen e punimeve në autostradë nga Durrësi në drejtim të Morinës, që ka përfunduar Shqipëria dhe ne jemi duke vazhduar. Tani në fund të tetorit do të përmbyllëm 38 kilometërshin e parë të përmbylljes së autostradës, do të vazhdojmë në drejtim të Prishtinës. Kjo autostradë do të krijojë kushte dhe rrethona shumë të lehta për gjithë komunitetin e biznesit, për lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave, të transportit gjithashtu. Ndërsa kemi bashkëpunim shumë mirë me gjitha dikasteret qeverisë, ministrore dhe të tjera. Tani kemi edhe bashkëpunime nivele komunale, bashkëpunime gjitha sektorëve dhe tjetës akademike, kulturore. Meqense se jemi tek bashkëpunimi, nesër do të jetë në Tiranë për një takim me ministrin e jashtëm Haxhinasto, shefi i EULEX-it, madje thuhet që do të firmosë gjithashtu dhe një marrëveshje me policinë e Shqipërisë. Nuk do të ishte më mirë që marrëveshja të firmosej mes Bayram Rexhepit dhe homologut të tij shqiptar, apo jesh lënë vetëm EULEX-it kjo marrëdhënie? Ne kemi marrëveshje të nënshkruara mes Ministrisë së Brendshme të Republikës së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë, ndërsa zoti Marnjak në takimet tona të rregullta që kemi zhvilluar dhe që zhvillojmë aktivisht me ka informuar për këtë vizitë në Tiranë. Zoti Marnjak është në Tiranë në mandatin e shefit të EULEX-it. EULEX është i ftuar këtu nga institucionet e Republikës së Kosovës. Marrëveshjet e tilla EULEX ka nënshkruar me gjitha vendet në rajon, edhe me Maqedoninë, edhe me Malin e Zi, por dhe me Serbinë dhe tani me Shqipërinë. Prandaj kjo i kontribon në një angazhimi të përbashkët, harmonizues në betejën kundër korrupsionit, kundër krimit organizuar, kundër trafiqeve, pra kundër fenomeneve negative. Dhe ne plotësojmë një tjetrin dhe nuk jemi konkurrent me EULEX. Që është një lajm i mirë. A mendoni se mund të kishit kërkuar ndihmë Shqipërisë për situatën në veriun e Kosovës? Shqipëria ka kontribuar jashtëzakonisht shumë me mesazhet e veta, me qëndrimet e veta, me politikën e vet, me
me përkushtimin që ka treguar në raport me komunitetin ndërkombëtar në sqarimin e situatës, kështu që jo mirë një ose takimin që kam zhvilluar në dhërmi me kryeministrin Berisha, kam informuar për zhvillimet që ndodhin në atë kohë dhe qëndrimet e kryeministrit Berisha kanë qenë shumë të qarta që Kosova duhet të funksionojë si një unike e pandar me respektim të plotë të integritetit territorial dhe forcim të sovranitetit dhe mesazhi që në çdo pretendim për ndryshim të kufijeve, atëherë është një pretendim për ndryshim të kufijeve më së paku të 6 shteteve në rajon. Zoti kryeministër, më duhet shkoj në vlogun e fundit publicitar dhe rikthehemi për minutat e fundit të mbetura për të ardhmen tuaj në politikë. Pas pak. Jemi rikthyer zoti kryeministër në këtë intervistë që jemi drejt minutave të fundit, siç e thash edhe pak më parë, edhe pse në fakt kemi folur për pjesën më të rëndësishme të bashkëpunimit, të marrëdhënies suaj me Tiranën, sidomos për sa i takon politikës brendshme. Vazhdojnë më vinë mesazhe, më duan që unë të insistoj me ju për sa i takon çështjes me PDK-n, sidomos me çështjen Limaj dhe Krasniqi që kanë dalë hapur në një farë mënyrë kundër jush. Nëse do të ketë një mbledhje të partisë, mendoni se ata do të votohen apo rrezikojnë të mos votohen? Partia Demokratike e Kosovës është partia e mendimit të hapur, partia e debatit, partia e demokracisë brendshme, partia e mendimit ndryshe, por para se gjithashtu është parti e respektimit të vendimeve të organeve drejtuese të Partisë Demokratike të Kosovës. Kështu që kjo është profili një partie moderne dhe këtë çështje nuk duhet na së rrethon ide ndryshe të personalizohet kuptimin e kundërshtisë, por e forcimit të ideve të demokracisë brendshme dhe vizionit për të ardhmen. Do ta mbyllim pjesën e politikës sepse në fakt kam pyetje të tjera. Në Kosovë duket se po rritet zoti Thaçi zëri i islamikëve radikal. Madje ju kujtoj se protesta më e fundit ka qenë ajo për Shamin, ka qenë më e madhe në Kosovë që nga plani 6 pikësh i Ban Ki-moonit. Kërkesat e tyre janë bërë të forta dhe po ashtu edhe demonstrantat publike. Sa serioz është ky kërcënim? Ne kemi qenë të qartë dhe do të vazhdojmë të jemi shumë të qartë. Në Kosovë nuk ka pasur dhe nuk ka vend për fundamentalizëm islamik, kemi qenë shumë të qartë edhe në periudhën e luftës dhe jemi edhe sot. Gjithçka do të jetë në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe çdo njeri që pretendon për të sjellur një frym fundamentaliste në Kosovë do të jetë i dështuar dhe ballafaques me vullnetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Qytetarët e Republikës së Kosovës, anëpse me shumicë se janë të komunitetit musliman, jetojnë në një harmoni të plotë, në tolerancë të plotë dhe shumë të kultivuar fetare, por edhe ndëretnike, është shembull i kësaj tolerance dhe ne do të vazhdojmë të jetojmë me traditën tonë, do të vazhdojmë të jetojmë me vizionin tonë perëndimor dhe qytetarët e Kosovës janë për qytetarëve lirish mund të them në rajon me perëndimor. Pikërisht këtë doja të pyesja, si e shpjegoni këtë fenomen në një vend që konsiderohet ndër më pro-amerikan në botë madje? Individ mund të ketë në çdo vend të botës, por edhe qëndrimi i institucioneve të Kosovës ka qenë shumë i qartë dhe do të jetë edhe në të ardhmen. Dhe ndikimi atyre individëve gjithnjë më tepër është i pa, mund të them edhe i pa vlerë, edhe njerëzit janë distancuar prej atij grupi individëve që dilnin në rrugë, që e shëmtonin, mund të them deri pamjen dhe imazhin perëndimor të Republikës së Kosovës dhe jemi bindur dhe e di se as politika dhe as qytetarët e Kosovës nuk pajtohen me atë mendim të atij grupi individësh që u munduan thjesht në këtë përpjekje të konsolidimit të shtetit të Kosovës të sjellnin pamje shëmtuese për Republikën e Kosovës. Diçka e tillë do të jetë e patolerueshme për institucionet e vendit dhe qytetarët e Republikës së Kosovës. Do të thënë që po të ktheheni pas, çfarë vendimi do të merrni të ndryshe në tuaja politike? Është një periudhë e gjatë dhe varet nga kushtet dhe rrethonat që kemi funksionuar. Mendoj se kemi bërë punën më të mirë të mundshme me lëshimet dhe dobësitë e vazhdueshme në të njëjtën kohë. Pra theksoj, kemi bërë punën më të mirë, por jo perfekte. Po e nesërmja juaj si politikan, kur e shikoni largimin nga politika, meqense në Ballkan kjo nuk është një fenomen që ndodh shpesh, nuk para largohen politikanët kur janë në front? Mendoj se
Aja që ka është duke ndodhë tani në Kosovë është në kuadër të përgjithësive të fituara nga mandati qytetar. Unë jam i votuar për qytetarëve dhe kam kontratë me qytetarët e Republikës së Kosovës që të udhëheqë ekzekutivin e vendit, edhe në këtë mandat do të respektoj këtë kontratë dhe besim të qytetarëve. E kam kërkuar besimin edhe vitin e kaluar që të udhëheqë qeverinë e Kosovës. Qytetarët i kanë besuar vizionit dhe projekteve të mia. Atë besim në asnjë rrethon, me asnjë çmim dhe asnjë post tjetër nuk e ndroj dhe nuk e thej mbi të gjitha. Kështu që për të ardhmen pas këtij mandati as e kam menduar as për kryeministër as për president. Dolët vetë tek ajo që në fakt është pyetja ime e radhës. 2 mandate si kryeministër, nëse nuk llogarisim ato të parin si kryeministri i luftës, ç'do të bëni në zgjedhjet e ardhshme? Do të kandidoni sërish për kryeministër? Jam 100% i koncentruar në angazhimet e mia, në realizimin e projekteve që i kam premtuar para qytetarëve të vendit dhe do të vi kjo që të mendoj, por tash për tash nuk kam menduar se a do të vazhdoj të rikandidohem për kryeministër e as e kam menduar se a do të kandidohem për president. Po pse nuk kandidoni për president? Jam 100% i koncentruar në projektet për të mirën e qytetarëve, jam duke shërbyer gjithë qytetarëve dhe kam angazhime të shumëanshme dhe këto projekte janë më të rëndësishme se sa të mendoj tani pas 2 vite se çka do të ndodh. Por jam i sigurt që Kosova do të ecë përpara, do të konsolidohet dhe do të hapet perspektiva, do të konsolidohet si shtet dhe do të hapet perspektiva evropiane e sigurt. Kosova pas 2 vitesh do të ndryshojë edhe shumë për të mirë. Nëse në një moment do të largoheshit nga politika në një të ardhme të afërt apo të mesme, ku shikonit veten jashtë politikës? Me çfarë do të merreshit? E theksoj edhe një herë. Nuk kam menduar se a do të rikandidohem edhe një herë apo jo për kryeministër pas 2 vitesh. Nuk kam menduar ende se a do të kandidohem për president apo jo pas 2 vitesh dhe nuk kam menduar gjithashtu në të njëjtën kohë që të largohem nga politika. Se ku do jem, unë do jem në kryet e përgjithësive të mia që do të përcaktohem. Do të na lejoni që kur të vendosni, të jemi sërish këtu ne të Tunajt në Radio Televizion Ora News. Po, ju zotom se gjithmonë do të jem në shërbim të shtetit dhe gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Deri me tani gjithë jetën time prej moshës 18-19 vjeçare ja kam kushtuar projektit të shtërimit, lirisë, pavarësisë dhe tash perspektives evropiane në jetën time. Unë kam pasur 3 qëllime apo objektiva politike bashkë me bashkëmendimtarët e mi. E para ka qenë liria dhe çlirimi i Kosovës që kemi arritur në vitin 99, e dyta ka qenë shpallja berja e Kosovës, vendi pavarur dhe sovran që kemi arritur në vitin 2008, dhe tash është qëllimi i tretë politik dhe kombëtar, integrimi i Kosovës në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kështu që na mbetet të realizojmë edhe qëllimin e tretë. Ju uroj sukseset plot për këtë. Meqense jemi në një shtëpi media, jemi tek Ora News në këtë moment, po na ndjekin të gjithë shqiptarët këtu në Kosovë edhe në Shqipëri. E përcjellni median e Tiranës kryesisht? Dy fjalë për Ora News? Patjetër se po. Kështu që ju përgëzoj për punën tuaj profesionale dhe ju përgëzoj për sukseset që po arrini çdo ditë më tepër. Faleminderit zoti kryeministër, ishte kënaqësi të kishim sonte në Tunaj. Faleminderit gjithashtu. Të nderuar televizionistët, përfundon këtu ky emisioni drejt për drejt nga Prishtina. Tunaj do të jetë sërish në studion e tij në Tiranë të premten. Deri atëherë, mirupafshim bashkë. Faleminderit.